Hani qep çdo ditë dhe jepni fund problemit që po ju shqetëson prej kohësh. Qepët janë përdorur që në lashtësi. Qytetrimet e lashta besonin se ajo përfaqësonte përjetësinë dhe gjithashtu edhe një sër përfitimesh të tjera për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Nëse i konsumoni ato në përditshmërinë e dietave tuaja, qepët mund të shndrohen në një aleate të mirë të organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë, duke nxitur kështu një organizëm më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Qepët kanë vlera të larta ushqyese, përmbajnë një sasi të lartë të proteinave, fibrave si dhe vitaminës C, selenit, gjithashtu folatit dhe antioksidantëve të ndryshëm. Edhe komponentët sulfurik që shkaktojnë lot në sytë tuaj mund të jenë të dobishëm në uljen e riskut të komplikacioneve të ndryshme, citon Eating Well. Por cilat janë përfitimet kryesore përse duhet të shtoni qepët në dietën tuaj? Shtimi i qepëve organike në përzgjedhjen tuaj ditore mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë kundër radikaleve të lira. Qepët përmbajnë disa përbërës organosulfurik, të cilët japin atyre aromën tipike, por gjithashtu edhe detoksifikojnë trupin nga radikalet e lira, të cilat mund t'i merrni çdo ditë. Kjo përkthehet gjithashtu në një risk më të ulët për të vuajtur nga shqetësimet që sjellin radikalet e lira në organizëm. Qepët janë të mira në uljen e riskut të luhatjeve të sheqerit në trup. Sigurisht, duke u kombinuar në mënyrën e duhur në dietën tuaj ditore, do të luajë një rol të mirë parandalues. Qepët janë fantastike për të ulur riskun e diabetit të tipit 2. Kjo formë ndodh kur insulina bëhet jo aktive në përpunimin e glukozës. Ndodh në mënyrë tipike gjithashtu edhe ndaj dietave kronike me sheqer të lartë. Sipas ekspertëve, qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Qepët janë të pasura me antioksidant të quajtur quercetin, të cilët do të neutralizojnë radikalet e lira përgjegjëse për dëmtimin e qelizave të dëmshme. Gjithashtu, quercetin mban arterjet të buta dhe elastike. Imuniteti më i fortë do të jetë gjithashtu efektiv falë konsumit të qepës në mënyrë të rregullt. Ekspertët tregojnë se qepët janë të mira për një imunitet më të fortë dhe më të shëndetshëm, ndaj edhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietat tuaja mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Ekspertët i cilësojnë qepët si një zgjidhje shumë të mirë për mbrojtjen e shëndetit tuaj kardiovaskular. Qepët janë të pasur me elemente të larta të substancave antioksiduese, siç janë për shembull quercetin, të cilët neutralizojnë edhe problemin e radikaleve të lira, përgjegjëse gjithashtu edhe për dëmtimin e qelizave të ndryshme. Gjithashtu quercetini mban arterjet të buta dhe elastike, imunitetin më të fortë dhe gjithashtu mban larg dëmtimin e qelizave. Ekspertët e Healthline citojnë se shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe përfitimet që do të keni do të jenë gjithashtu mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve të ndryshme. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve alergjike. Alergjitë sezonale shkaktojnë kruajtje të syve, hundë të zëna dhe kollë të shpeshtë. Prandaj herën tjetër që keni probleme të tilla, hani pak qepë përpara se të pini pilulën e rallës. Quercetin bllokon elementet inflamatorë të cilët shkaktojnë alergji. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në uljen e riskut të mpikjes së gjakut, që mund t'i japi përfitime të mira në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e shqetësimeve të tilla. Mpiksja është një funksion i rëndësishëm sepse ndihmon gjithashtu organizmin tuaj për lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një ndihmë shumë e mirë për të marrë këto përfitime. Qepët përmirësojnë gjumin dhe gjendjen tuaj të humorit. Qepët përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit sepse ato përmbajnë sasi të lartë të folateve, të cilat ndihmojnë në prodhimin e homocistinës, një aminoacid që mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve.
Shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në mbrojtjen e tij dhe lehtësimin e shqetësimeve të ndryshme. Ndaj përdoreni ato me kujdes dhe përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu vërtet fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Qepët janë një përbërës shumë i nevojshëm jo vetëm në kuzhinë, por edhe në shëndetin tuaj. Ato i vinë në ndihmë organizmit në forma të ndryshme edhe mund të ofrojnë një sër zgjidhjesh efektive në rigjenerimin e tij. Qepët mund t'i gjejmë në forma dhe ngjyra të ndryshme, të kuqe, të verdhë, të bardhë dhe jeshile. Secila prej tyre mund të sjellë përfitime unike për shëndetin tuaj. Ndaj konsumi i qepëve në vaktet tuaja ditore do ta furnizojë trupin tuaj me një sër vlerash të rëndësishme. Qepët janë ndër barishtet më të vlerësuara, jo vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësinë popullore, duke e cilësuar atë si një nga produktet më të rëndësishme në shëndetin tuaj. Qepët e ëmbla kanë vlera shëndetësore dhe parandalojnë komplikacionet e shëndetit tuaj të zemrës, gjithashtu edhe dëmtimeve të tjera. Qepët mund t'i gjeni në ambiente të ndryshme të gatimit. Ato mund të ofrojnë vlera të larta për shëndetin. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Ndaj nëse doni të përfitoni prej konsumit të tyre, shtojini ato vazhdimisht në vaktet tuaja ditore. Ekspertët e Healthline cilësojnë qepën si një përzgjedhje mjaft të mirë për shëndetin tuaj të zemrës, që do të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve të tij. Qepët e ëmbla përmbajnë flavonoide, të cilat i bëjnë mirë shëndetit të zemrës dhe paksojnë gjithashtu riskun e sëmundjeve që i kanosin asaj. Sigurisht, qepët janë ndër perimet me vlera më të larta për shëndetin tuaj dhe si të tilla duhet të konsumohen me kujdes. Qepët përmirësojnë gjithashtu sistemin tuaj tretës. Qepët e ëmbla inkurajojnë rritjen e bakterieve të mira në sistemin tretës, të njohura ndryshe si probiotik. Këto baktere garantojnë një funksion më të mirë të aparatit tretës dhe lehtësojnë gjithashtu edhe shqetësimet e tij. Ndaj konsumi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Qepët janë të mira edhe për forcimin tuaj të kockave. Qepët e ëmbla përmbajnë substanca të cilat njihen si karotenoide shumë të dobishme edhe për shëndetin tuaj të kockave, duke mbajtur larg shqetësimet e tyre dhe duke sjellë gjithashtu një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Ekspertët i cilësojnë qepët si një prej perimeve më të mira në funksionet e tyre. Shtimi i qepëve në dietën tuaj sipas Eating Well do të ndihmojë gjithashtu edhe në betejën kundër inflamacioneve. Përmbajtja e lartë e vitaminës C tek qepa, e njohur ndryshe si një element që përmirëson sistemin imunitar, mund të ofrojë një zgjidhje shumë të mirë kundër inflamacioneve të shkaktuara prej tij. Ndaj konsumi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit, gjithashtu në parandalimin e shqetësimeve dhe rritjen e një organizmi të fortë në tërësi. Ekspertët thonë se qepët janë të mira për shëndetin dhe duhet t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Qepët janë të pasura me ndikime të larta ushqyese për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Qepët kanë pak kalori, kështu që janë të mbushura me vitamina dhe minerale shumë të vlefshme. Ato përmbajnë vitaminën C, e cila forcon sistemin imunitar dhe ndihmon gjithashtu në përthithjen më të mirë të hekurit në trupin tuaj, duke ju ndihmuar që të merrni mineralet të duhura. Ato janë një burim i vitaminës B6, folatit, të rëndësishme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionet më të mira të nervave. Ekspertët tregojnë se shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të mundësojë kockave tuaja një mbrojtje më të mirë dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ndaj konsumojeni qepët në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore dhe përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet unike. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.